Miqtë e mi, përshëndetje. Sot jemi këtu në Baçja. Do bëjmë gjithë trupat e pemëve me gurkali dhe këlqere. Dhe pasi ta shkrim mirë e mirë, do vazhdojmë t'i lim pemët, sepse dhe sonde është natë në Vruzi dhe kanë qef një makjazh gjithë pemët, sepse është bërë interes edhe pemën posi nejt e ati edhe ajo nuk prodhon dhe na e marrim me të mirë edhe këto na e shpërblejnë. Inshallah do t'u vjen barë, ja kjo do dhe pak, ajo ka në gjirë. E kemi tret gurin e kalit se du t'ri mbi 2 dytë. Ose do t'rish ta përzish, ose e fut n'ujtë ngrohtë, e le me një enë, jo shumë të nxehtë, dhe shkrihet avash avash, ja o shkriki. Dhe si që shef të shi esenca është gati, po thuja e bërë. Do vazhdojmë t'i lim gjitha pemët, kemi ujë rezervë, kemi gëlqere tjetër. Për këto pemët që kam gjithsej unë këtu, rreth 400 pemë, duhen të paktën 5 kg gurkali dhe 30 kg gëlqere për të bërë gjitha pemët. Asi që shini dhe shi është përgadit kjo, do vazhdojmë t'i bëj gjitha pemët. Ja pra, kështu do duken gjitha kur të mbarojmë gjitha pemët. Do thahen dhe do zbavën dhe pak, por këtë ngjyrë do kenë të bukur dhe efikase. Nuk është thjesht bukuria, është ajo që të bëjmë dobi nga pemët.